10 ditë që ishte për të reflektuar kështu. Ose dorëheqje, ose shkarkim. Siç ndodh gjithandej. Të kujtohet ty kur ndodhi vetëm që dolën Panama Papers? Po. Qindra, dhjetra zyrtar të lartë politikanë të dorëheqjen. Apo ja. Dhe për familjar, për emra familjarë që ju dilin, jo vetë në kryet dhe sishin e tjerë kanë. Dhe këtu tani, gjithë ky ngërsh, gjithë ky debat bëhet është një përpëlitje, një alibi për të treguar, domethënë që sepse ai nuk thotë që është e pafajshme. As Spaku nuk thotë, shore vëlla më krijo kushtet thotë, dhe meqense ligji ma jep mua ky njeri nuk duhet të hyjë në atë zyrë. Nuk duhet i prek, se nesër do shkoj unë. A vajtën të Ministria e Financave? Pse vajtën të Ministria e Financave për gjobën e bankersit? BKH-ja. Dhe doli lajmi Bastisi. Bastisi është, se në gjuhën shqipe është kur shkon në një farë mënyrë me dhunë. Me dhunën e ligjit, kuptohet. Sepse jo vetëm që kjo është akoma në zyrë, do më thënë, tani s'është, po vazhdon të ishte në zyrë dhe duhet vazhdoj si pas Edi Ramës të jetë në zyrë, por këta kanë dhe një gjë tjetër më Baba Rama. Këta nuk i përgjigjen asnjë kërkese të BKH-s, të Spakut, ore më sill, i thoshte më sill dokumentacionin, i thoshin Ministrisë Financave, më sill dokumentacionin për gjobën që i ke falur bankersit 140 milion sa ishte. Ajo është vepër tjetër penale. Jo, nuk është tek Belinda kjo, jo. Jo them edhe fakti që nuk ja shon. Jo, po ta dhash një shembull. Tani, këta të çojnë letra. Çojnë letra, kjo është atje në krye të ministrisë. Njerëzit e kanë shefe akoma. Këta nuk kthejnë, nuk japin dokumentacionin e dur, sepse gjithë ky lloj hetimi që po bëhet është hetim ekonomiko-financiar. Ky nuk është hetim siç tha Erion Velia, pse çka ka bërë tha ai Edi Rama tha, çka ka bërë tha Erion Velia, i tha, as ka vrarë tha, as është kapur në flagrancë. Domethënë, po për të në flagrancë nuk është kapur as Nureddin Dumani, që ka vrarë 30 veta. Asnjë vrasës me pagesë nuk është kapur në flagrancë. Tani çfarë duan këta, që ti kapin me thes në kuris, me thesin me euro, ta kapin në kuris, jo, do ta kapin me ato procedurat që ke bërë atje. Pse e ke hequr Polin, ke vënë Tikun, pse e ke hequr Tikun, ke vënë Besin. Na kemi standard të dyfishtë, për shembull, disa zyrtar ju ka dhënë mas arrestin, ndërsa këtë nuk ju drejtua parlamentit për të kërkuar mas sigurie. Ajo që ishtë ministra. Dëgjoj. Kjo është ministra. Si është pyetja? Nuk ju kërkua parlamentit. Nuk ju kërkua, nuk i ka quar do në prokuroria, nuk ka quar për zonjën Balluku do në kërkes për mas sigurie në parlament. Do rrugës, po vlla, është rrugës, e ka lidhje ka. Masat e sigurimit personal janë dy lloje, masa shtrënguese dhe masa ndaluese. Te masat shtrënguese janë arresti në shtëpi, arresti në burg, ndalimi daljes jashtë shtetit e me radhë. Masa ndaluese janë ndalimi për të ushtruar një profesion e me radhë. Tani, për të kërkuar arrestin në burg, do shkojnë në kuvend, sepse konsiderohet heqje e lirisë së personit. Për të marrë këtë masën tjetër, vendimi i gjykatës kushtetuese që u dha për zotin Berisha herën e kaluar, e saktësoi këto nuk hynë te kategoria që e kufizojnë personin në ushtrimin e mandatit si i zgjedhur. Kaq, edhe mbaroi Besi për shembull për telefonin. Apo për shumë gjëra të tjera. Nuk ja bëja ku e ke të mbrojtur zonja Balluku. Nuk i bëjnë dot kontroll të shtëpie pa marr lejen kuvend. Ka të mbrojtur në si deputet. Tu konsiston te pyetja ime. Përse don ky ka shumë vetë thonë don standardi dyfisht. Për të tjerët kanë marrë don masa që ju lejohet të bëjnë kontrollin e shtëpisë. Portokauja daon nga moa, edhe pse të dy janë frut. Nuk përse tek dyqani fruta perimeve me emrin Spak, njëri t'i jepet moll, tjetri t'i jepet portokall. Të them diçka. Tani ne nuk i bëjmë dot 4.7 milion shqiptar me gjithë respektin për çdo banor të Republikës, as gjyqtar, as prokuror, as avokat, sepse bëhet një shkollë e gjatë edhe trajnime profesionale të vazhdueshme. Prokuroria e posaçme, gjykata e posaçme nuk kanë detyrë që të bindin çdo njeri në këtë Republikë që po e zbatojnë mirë ligjin. Pyetja ime konsistonte, ka pasur presion apo jo Spaku? Unë mendoj që raporti që zbatuar është i drejt, i sakt dhe po ta them nuk ka standard të dyfishtë, se po ta shpjegoj. Nëse do procedoj për të njëjtat kërkesa, do zbatonin të njëjtën rrugë. Nuk kanë shkuar për të kërkuar arrest në burg si mas e sigurimit personal shtrënguese. Ose kontroll shtëpie. Nuk kanë mbajt. Po sepse hetimi pasuror ndoshta. Po e kanë mbajt me thënë të drejtën, e kanë mbajt shumë të rezervuar deri këtu. Mund të thot dikush pse se kanë kërkuar dhe për këtë arrestin në burg. Kjo pra nuk po them të arrest, edhe këtu ka një shpjegim.
Se jo kontrol banese. Edhe këtu ka një shpjegim. Ku vendi për kontrol banese, me treguar shumë strikt. Po përse nuk ja kanë quar kërkesën? Ka gjikoni një background politik, e shikoni donë që hije zëvendës kryeministrit është e rëndë, a shikoni donë që ka pasur në underground kryeministri e ka mbrojtur. Fusha ime ekspertizë kjo, dhe nuk i kam humba akoma të reflekset e profesionit, po ta shpjegoj. Pas ty donë zoti Gjaferi. Sot, në fazën në të cilën ndodhet zonja Bauku, vepra për të cilën zyrtarisht është marrë e pandehur, hynë të kategoria ende e lehtë e veprave. Se është akoma për korupcion. Pra, prishja e barazis në tendera dënohet dhe në 3 vjetë. Se për kaq diskutohet. Dhe në 5 më duket të vetë. Kjo vepër. Nuk është akoma kategori vepre. Nëse ata do ta marrin për korupcion pasiv aktiv. E mera dhe mera. Atëherë pastaj ndodhet pozita dhe mund kërkohet një mas merën. Pra do nga në bazë të veprës penale që për cilën e akuzojnë, është korespondon kjo mas sigurie. Pra është kapitull në vazhdim. Nuk është njësoj shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor me vrasjen. Nuk janë si e gjykon reagimin e kryeministrit, i cili për të parë tha donë që do t'i drejtojmë gjykatës kushtetuese. Deri te ky rast, te rasti i zonjës Balluku, thoshte donë që t'i gjejnë avokat të mirë, pësoja